Të nderuar teleshikues, përshëndetje nga Studio Sport këtu në RTS Shkodra. Nisim të emision. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur që takimin final do ta gjykojë një arbitër polak. Përposë futbollit do flasim edhe për lojrat me dorë, për basketbollin meshkuj, i cili duhet thënë ka bërë një performancë pozitive në këtë sezon, kur kemi parasysh edhe përballjet në gjysmëfinale me ekipin Lezhjan Beslidhja. Ekipi basketbollit tashmë dihet se e ka mbyllur në këtë fazë, por duke pas parasysh se ndeshja finale që vazhdon të luhet Beslidhja dhe Teuta ka një dominim të jashtëzakonshëm nga ekipi Lezhjan me diferencë mbi 50 pikë ndaj ekipit Durrësak, dhe kjo tregon në një farë mënyrë se si ka qenë performanca e Vllaznisë, ku Vllaznia ndaj Beslidhjes ka qenë rivale e denjë, vetëm për çështje sekondash, çështje pikësh i ka humbur duelet me te. Përpos saj, kemi edhe një rezultat pozitiv në basketbollin U20, ku trajneri Roni Gjeçaj, i cili është edhe krau i djathtë në ekipin e parë i Eni Llazanit, ka kaluar edhe kjo skuadër në gjysmë finale. Duke qëndruar te lojrat me dorë, do flasim edhe për voleybollin meshkuj U21, ku ekipi i drejtuar nga dy trajnerët e pasionuar, pikisht Endri Jukni dhe Fation Çekini, ka arritur të jetë në finale, një finale dinjitoze përballë Partizanit, 1-1 me ndeshje. Ndeshja e parë në Tiranë fituar nga Partizani, e dyta në Shkodër nga Vllaznia, dhe të premten luhet finalja e tretë në kryeqytet. Do të ketë vend të hapësirë për handball, natyrisht një sport i cili është mjaft popullor në Shkodër, por këtë radhë kemi pasur një përvjetor mjaft interesant, se në fakt shoqata e handballit Vllaznia përkujton çdo vit në këtë muaj ndarjen nga jeta të ish handballistit kampion në Vllaznin, por edhe ish presidentit pikërisht Nikulin Karroca, i cili ka kontribuar shumë për këtë ekip dhe për handballin shqiptar në përgjithësi. Në fund do të jetë edhe një përmbledhje në dy intervista që flasin për ndarjen nga jeta të një bilardisti shumë të nderuar dhe me shumë kontribut në Shkodër, Nela Lushi, është formuesi, themeluesi i parë i shoqatës Alfred Ashiku në bilardën shkodrane dhe atë shqiptare. Ju prezentoj panelin në studio, duke nisur nga trajneri Eni Llazani në basketball. Jemi emër, si kemi thënë dhe herë të tjera, se na kujton patjetër edhe babajnë e tij, Korab Llazanin, që ka kontribuar shumë për këtë Vllaznin, por tashmë është Eni Llazani që vazhdon kontributin. Tradita vazhdon, Eni, apo jo? Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Përpiqena me bë më të mirën e mundshme. Dhe duke analizuar, unë thash paksa në hapje, por duke bërë një analizë të ftofshme dhe profesionale, Vllaznia duket se ka qenë në nivelet më të cilësore, kur kemi parasysh se ekipi që ka në finale me Beslidhjen po shpartallohet Teuta, dhe mjafton vetëm kaq të theksojmë shifrat mbi 50 pikë që përfiton ekipi Lezhjan dhe Teutës, për të treguar se si ka qenë Vllaznia, por do flasim në vazhdimsi. Admir Ruçi, mirë se erdhe. Gazetari më i njohur sportiv, i cili prej vitesh kontribon për këtë qytet te futbolli, jeni më tepër të përqendruar, por edhe ju kam parë vazhdimisht tek lojrat me dorë, por edhe tek handbolli. Ju pash edhe tek turneu memorial për Nikulin Karroca. Tek handbolli ishim edhe si profesor në universitetin. Po, keni fituar rime, e kemi trajtuar, edhe kur keni qenë ty, ju keni qenë pjesë e formacionit, pjesë e formacionit kur shpallet kampion. Më thirr me marrë kupat, po. Krejt shkurt, Vllaznia në gjysmëfinale në Final Four pikërisht me Dinamon. Me këtë Dinamo që edhe kemi fituar thellë, edhe kemi humbur me shifra thella. Kena i favor sepse luajmë vetëm për një rezultat. Por nuk duhet me humb. Kaç është? Luam për dy rezultate. Kena dy rezultate në xhep dhe luajmë vetëm mos me humb. Pra, nëse nuk humbim jena në finale. Kjo është favori i Vllaznisë, gjithçka është e hapur, gjithçka e shoh të luftuar deri në momentet e fundit, shoh një Dinamo e cila për mendimin tim së me Ignatia janë dy ekipe më të mirë superiores. Pavarësisht mësana se si do të pritet ndeshja dhe si do të ecë ndeshja, unë besoj se Vllaznia i ka mundësi të thon për të qenë në finale,
mundësit janë, ekzistojnë. Për mua do të ishte ndoshta disi më mirë të ambitën e Partizanin, por gjithsesi edhe Dinamo është një ekip elitar, dhe kur tham do të më bëhet ekipit të ishte Partizani normalisht e shifse si më atlet, por në finalet të tilla nuk ka, domethënë gjysmëfinalet të tilla nuk ka ekipe të lehta dhe të forta, janë 4 më të mira të Shqipërisë. Janë ekipet që do të marrin pjesë në kompeticionet europiane, pra të 4, pavarësisht se... Mira, mos i konsumo të gjitha të prezantojmë edhe kolegun tjetër që është në studio, është Vili Haxhia, një nga drejtuesit kryesor të shoqatës së handbollit në Shkodër, së bashku me Arjan Ibershimin, Ridvan Dibrin, Anton Durrën është boshti kryesor i... Mirëmbrëma, zoti Vili, urime edhe për aktivitetin, sepse vazhdimisht çdo vit përkujtoni kolegun tuaj me një vlerëndari model që duhet të vlerësuar dhe duhet ta theksojmë këtë. Ta marrim gjallë traditën e sportin e handbollit, po mundohemi të qëndrojmë. Por jo vetëm me ekipet e Shkodrës, siç ishte universiteti që ishte pjesë e këtij turneu, por edhe ekipe nga Kosova që vinë, konkurrojnë dhe vlerësojnë. Do t'i ndjekim edhe intervista, kemi disa intervista që kemi marrë përmes tyre, është edhe Ismet Jupa, është kryetrajneri i ekipit Ferizajt në Kosovë, i cili është një legjend, apo jo, e handbollit në Kosovë. Legjend është. Së bashku me kolegun tim të pultit të transmetimit Florian Gerdani, ne do të përcjellim disa kronika që ne kemi realizuar dhe në fakt mendimin edhe kolegët e montazhit Ledi Dani dhe Urim Hysa, ne do të transmetojmë në të momente një përmbledhje të asaj çfarë është diskutuar në këtë studio më njëherë pas ndeshjes Vllaznia Laçi, emisioni i zakonshëm, emocionet e pas ndeshjes, ky televizor tashmë e kanë traditë dhe janë komentuar pikërisht barazimi me Laçin, por edhe pritshmëritë për fazën finale. Ta ndjekim këtë kronikë. Barazimi i Vllaznisë me Laçin në kuadrin e javës së 36 të Abisnes Superiore, luajtur pas ditën e së dielës në stadiumin Loro Boriçi, është analizuar më njëherë pas përfundimit të sfidës në emisionin Emocionet e pasndeshjes transmetuar në RTS Shkodra. Vllaznia do të më bëj golin e dytë. Paktën se ka një rëndësi fort madhe sepse Fenerfordi ku e kanë me luajtur play-offin për titullin kampion si vendi i parë, si vendi i dytë, një të njaka, po është anë ekonomike, sepse vendi i parë t'jep edhe anën morale, t'jep edhe 100 milionë, 10 milionë e ri. Dhe me thonë, kjo ishte ma, si Vllaznia do të me të shfrytzu. Në vargun e 19 minutave besoj se Vllaznia i kishte rastet për ta fituar ndeshjen. Sigurisht që nuk u pa ai shpirt garet, ajo luftë e fortë sportive që ndoshta kërkohet, por nuk duhet të bëj avokatin askujt, por që gjykojnë në këtë fazë, edhe në këtë pikë të kampionatit, edhe sportistat të drejtën duke i pas vendet e diku të sigurta, ku vendi i dytë ishte i sigurt tashmë me rezultatet në ndeshjet tjera. Mendoj të ndeshjet finale atje të cilat janë të drejtën nuk mund të them ëndër, po janë shumë të rëndësishme për çdo sportist për të mos i humbur. Për mua ka pa përshtypje, domethënë është pothuajse e njëjta mënyrë e të pësumunit gol të Vllaznisë, një tranzicion pa konsolidu mirë, duke gjetë jo në të shtu mirë mbrojtjet, dalim në krahun e djallë dhe një goditje ekselente e lojtarit, kështu që kjo pjesë është që duhet kam përshtypjen që duhet mu pa mirë. Çdo pjesa tjetër Vllaznia tham se bani detyrës dhe doli për raportet si në pjesë parë ashtu në pjesë dytë. Pas javës së 36 që shënon mbylljen e kampionatit, Vllaznia është e dyta në renditje pas Ignatias, ndërkohë Laçi që së bashku me Skënderbeun zyrtarizuan rënien nga kategoria. Ndërkohë, 4 ekipet e para, Ignatia, Vllaznia, Dinamo, Partizani, do të luajnë në Final Four për titullin kampion. Pra ti rikthehemi në studio, ndoqëm me këtë kronikë që kolegët tuaj dhe tonë në studio, Kudim Shaba, pikërisht Shaba Ditmani. Ideja e diskutimit me Laçin mund vjen keq sepse realisht ne i patëm mundësi për ta mbylluar vendin e parë këtë sezon. Matematika na çutet në vendin e parë, me i fituar ndaj Laçit, siç shkon në tjera. Është për të ardhur keq sepse në anën buxhetore mund të fitohen 30 milionë lekë të vjetra ose 3 milionë lekë të reja. Nëse flas me anën ekonomike, ekipi Vllaznisë mund ta fitote si vendi i parë. Dhe
Kurse përsa i përket asaj në short apo short mund të ishte prapë këtu ku ishte, mund t'i bite prapë në Dinamo, nuk ishte në mrekulli. Por me që vëlla mundësia ishte gjëna për të mos e shfrytzu. Po thuj se ishte një javë e lexueshme, tu përashtu dy takime, takimin e Korçës me Ballçin dhe takimin e Partizanit me Elbasanin. Pesë tjetër për mua nuk ka se mbërnjë në rësit më. Sidomos ndeshja Partizani Elbasani dhe Skënderbeu Bilis kanë qenë këtyre kulme. E kësaj ndeshje, një Korçë u luajt për mbijetesë, Korça me kanë sinqert marrë. Ra nga kategoria, Skënderbeu merrte shumë keq, në Tiranë Partizani ishte i katërt. Skënderbeu merrte keq. Normalisht marrë keq edhe për Elbasanin sepse bën një finish pa e gjithë mirë, po shkojnë normalisht kur i kry për kry, mos e na jep vlera tuaja më të mirë. Mendoj që Partizani ka merituar atë në katër sepse nuk e ka hup asnjëherë përveç javës së fundit, por thamë katër ekipet më të mira u konfirmuan, pra u konfirmu Egnatia, Vllaznia, Dinamo dhe Partizani, siç në udhëheqësia mas shumë vitesh, domethënë Laçi pavarësisht përpjekjeve, sidomos vitet e fundit, Laçi humbi kategorinë superiore, po ashtu thash përpara këtë çardhje për Skënderbeun, që hup edhe herë kategorinë superiore, sepse është jo vetëm ekip që ka dhënë futboll, por është edhe një qytet që mund me luajtë futboll. Si thash më herët, Kutim Shaba, Arbër Shitani, pjesë e futbollit e luajtur, por edhe Arditmani, ishte futbollist dhe trajner, ishin optimistë për fazën finale dhe ne do ta diskutojmë edhe me panelin, por kemi edhe prononcimet më njëherë pas shortit se sa e favorizuar Vllaznia, por me Eni Llazanin. Vllaznia e dyta në kampionat një objektiv i realizuar, kur edhe mund të ishte e para, por e dyta është okej sepse ka dhe avantazhin e barazimit në gjysmën finale. E shikon pozitive Vllaznin e këtij sezoni? Duke pa formatin e kampionatit që është me sistem play-off, pra me ndeshje direkte gjysmëfinale dhe finale, mendoj që vendi i dytë është pothuajse i barabartë me vendin e parë, pra nuk ka ndonjë diferencë shumë të madhe në aspektin një final. diferencë financiare që mund të kishte marrë diçka më tepër në mbylljen e formatit normal, por në short dytë parat me dytat bëjnë diferencën. Shorti që u holl për fazën finale ishte në njërin kuti apo në njërin vazo, tek njërin vazo ishte Egnatia Vllaznia, në vazën tjetër ishte Dinamo dhe Partizani. Kështu që Vllaznia do të përballet sipas edhe përzierjes së goglave me Dinamon. E shikon, mund të ishte një kundërshtar tjetër më i mirë apo? Më i lehtë sipas jush? Mendoj që me Partizanin mund ta kishte më thjesht, por përderisa bëhet fjalë vetëm për një ndeshje ka gjithmonë surpriza. Mund të ketë për mirë ose për keq. Dhe një ndeshje mund ta fitojë edhe një ekip i dobët ndaj një ekipi më të fortë, sepse ndonjëherë përkrah edhe fati. Por unë si sportdash e shoh Vllaznin që ka mundësi shumë me bë lojë mirë. Shkon në finale. Edhe me Dinamon, pavarësisht një hupje që ka pas në kupë, mendoj që ka bë lojë mirë. Dhe pak ditë me herët fitoi pas 3-0 në Loro Borisi. Po, pra janë këto oscilacionet, por e shoh me shumë optimizëm. Një vit më parë, fal formulës, se Vllaznia nuk ishte ndyshin e parë, pra fal formulës që të jep avantazhi edhe për barazim, Vllaznia u eliminua, nuk shkoi në finalen titullit kampion. Të rrallë është e kundërta. E ka këtë avantazh, por shpesh në opinion edhe thuhet se kur luan për një rezultat edhe për barazim, ka një farë stepje, nuk është ai karikimi i duhur, ju një trajner vetë, dhe kur luan për barazim, mendoni se skuadra edhe mund të frenohet pak sa apo është për e qetë? Mendoj që ato djem kanë gjithë kampionatin që e presin këtë gjysmëfinale edhe finalen, edhe mendoj që janë të përgatitur emocionalisht për çaj i pret.
Mendoj që stafi do ketë bë punën e vet më së miri për ta kariku skuadrën. Nuk mendoj që ka ngel në dorë të lojtarëve kjo pjesë. Por një neshje është, ta thash edhe parë, mund të ketë surpriza gjithmonë. Po kam besim që do ketë sukses. Vili Haxhia, Vllaznia Dinamo në gjysmëfinalen e fazës finale. Duke parë cilësinë e dy ekipeve, ne jemi paksa më mirë mund të thojmë se sa Dinamoja, por shpresojmë edhe me autoritetin e vendit dytë që edhe me i barazim, sikur na ndolli vjet me Ignatian, mund të kalojmë në finale. Tashmë është momenti të ndjekim çfarë kanë deklaruar më njëherë pas sjelljes së shortit, qoftë trajneri Shkodran, por edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ndër të tjera pohoi dhe deklaroi që ndeshja finale, shpresojmë të jetë Vllaznia në finale, do të gjykohet nga një arbitër polak. Ti ndjekin. Big thing to be in the final four. We have to check off this now and to be concentrated for the semi and to go with a victory in final. This is our target. What about the draw? Yeah, for me it's victory to go in final, and for that we have to be very disciplined and focused and to have a good atmosphere. To take all with us, our tifosis, all Shkodra, who is involved, who means good with Vllaznia. And after 2 decades without championship, it's important for the region to win this title. 36 javë vërtet të luftuara me garë deri në momentet e fundit, një garë e bukur e cila ka prodhuar dhe një klasifikim besoj shumë të merituar për të 10 skuadrat pjesëmarrëse. Dhe duhet që në fundin e kësaj gare, unë fillimisht do doja t'i falenderoja futbollistët për kontributin gjatë këtij edicioni, për emocionet që kanë dhuruar për gjithë spektatorët në shkallët e stadiumeve dhe në ekranet e radio televizionit shqiptar. Do të falenderoj patjetër drejtuesit e klubeve dhe stafet teknike dhe të uroja ekipeve që tani janë në fazën finale të kampionatit 4 skuadra, të uroj një sa më shumë performancë pozitive, spektakël dhe dalin të 4 kampion. 4 është e pamundur, njëri do dali kampion, ky është futbolli, por gjithsesi ajo që duhet fitoj më shumë është loja dhe emocione sa më shumë për ne që do ta shijojmë ata. Si bie këto dy presidentët që mungon sot, i bie medalë finale? Në fakt finale dalin stafet edhe futbollistët, por presidentët kontribuojnë goxha për të arritur deri në këtë pikë. E rëndësishme është që të performojnë skuadrat në fushë. Do me thënë, kjo skem kampionati është e diskutuar dhe pikërisht për këtë mendoj, për atë që ka mund të kritikohet është edhe akoma më e bukur, sepse na jep më shumë emocion, askush nuk e din se kush do dali kampion nga këto 4 skuadra, pra na mban më gjatë duke shijuar futboll deri në ditët e para të verës. Ne duhet ta shijojmë tani këtë Final Four, duhet shijojmë spektaklin që do dhurojnë skuadrat, duhet shohim rezultatet e saj dhe pastaj të vazhdojmë për edicionin tjetër çdo gjë gati. Mund të lutem president, mund të jetë njëjta gjë si vjet, do ketë arbitër të huaj në finale? Në fakt, kjo është një gjë që shumë diskutohet në klubet shqiptare, por jo vetëm, sepse vërtet edhe gjykimi është një faktor apo komponent i rëndësishëm i garës. Unë jam shumë i bindur edhe që arbitrat, gjykimi në Shqipëri është në nivelin maksimal dhe nuk i përgjigjet nivelit futbollit shqiptar mbase edhe më shumë se ta, dhe këtë e tregon dhe kontributi i gjyqtarëve shqiptar, arbitrave shqiptar në kompeticionet europiane deri në fazat e grupeve të kompeticioneve europiane apo të ekipeve kombëtare. Tani në Final Four do të gjykojnë 4 gjyqtarët e FIFA-s që ne kemi. Në të 4 do jenë në dispozicion në gjysmën finalen e parë, nëpërmjet shortit do të përcaktohet njëri dhe ai që do të gjykojë ndeshjen e parë nuk do të jetë në shortin e gjysmëfinales 2, kështu që gjysmëfinalen e 2 do ta, por nëpërmjet shortit do ta gjykojë një tjetër gjyqtar i FIFA-s dhe tjerë do jenë sot duhen 7 gjyqtarë për një ndeshje futbolli, do të jenë në pozicione të tjera, pra gjyqtarët më të mirë shqiptar. Ndërsa në finale ne kemi ftuar një nga
arbitrat më të mirë të globit, polakun Marshenjak, i cili do gjykojë ndeshjen finale për të pasur sa më pak aludime për fituesin. Adi, gjyqtar polak në finale. Prit pa doli finali. Unë po e them për finalen, po. Kena zgjidhur finalen një herë. Vllaznia në fakt nuk ka pasur shumë shanse me arbitrat huaj. Përveç një neshje, kena pasur një neshje, moj mos hitesh, s'ka për të harruar jetën atë neshit. Mjetesën superiore me shumë tension ajo ndeshje mbijetese Vllaznia Teatra ku arbitri italian po duk se kishte një farë dashamirësie kur pa gjithë atë atmosferë. Ajo ndeshje edhe për superfinale sikur të ishte, nuk mund të ishte as e karikuar dhe me as entuziazëm dhe nuk është gjithmonë i kena pasur kundër këtë zonë, në rritje e finale dhe vetëm barazimi e shpëtoi Vllaznin. Ja, për vetëm barazimi, ideja është herë dalim finale, është gjëra pozitive si bjen një arbitër polak, bjen një arbitër të huaj, nuk ka rëndësi se çfarë. Unë mendoj që arbitër shqiptar, nëse s'kon presidentin që i fryn vesh, arbitër shqiptar din me mojt nëshin, nuk ka që s'din me mojt nëshin. Kanë dhënë prova. Sidomos edhe jashtë Shqipërisë janë autoritar marrin nota vlerësuese. Po pse? Aty marrin nota vlerësuese, këtu si marrin nota vlerësuese, apo kanë futboll më të shpejt, më të kadoltë atje. Këtu kanë futbollin me marrë karrige, njëri mes fushë, tjetri me ndaj në krah, aty e kanë zgjill tonë burrën, s'ka nevojë as me ngo për futboll që luhet. Por arbitrat shqiptar kanë ndëgimet e tyre, preferencët e tyne, janë përfshim në shumë gjëra që kanë me dyshu, kurse kjo që shpresohet është që duhet një arbitër që i marrë në finalen. Por pa shkutet e finale, na kena i gjysë finale, që kena shumë vështirë. Këto dy ndeshjet me Dinamon, 3-0 në Shkodër dhe 4-3 për Dinamon për kupë në Elbasan Arena, sa kanë lidhje njëra me tjetrën dhe sa mund të ndikojnë? Kur rrim me Vilin te klubi, nuk flet Vili kështu si duhet me fol, duhet me fol. Mo nyshe. Se nga s'po Vilin. Se nga s'po Vilin. Ose tu kanë fije mo, do të thonë mo një me studio në flas më lirshut. Atëherë, kena po edhe në Vllaznisë me Dinamo Shkodër, një shpërfituim Dinamos, një Vllaznie e këndshme. Kena po edhe në Dinamos me Vllaznin për kupë, një shpërfituim Vllaznisë, një se marrë vesh atë kohët me atë 3 gol që mësën se shkojnë puna, se nuk isha në gjonë. Thamë që nuk janë nëjshe asoj nivellit që duhet me kanë, për nëjshe të nivellit të ballafaqimeve, nuk më duket nëjshe reale me full realitetin, me kanë i fije mo me kom tokë. Ideja ishe sa kanë ndikuar të ndikojnë të dy ndeshje, të dy rezultate tek të ndikojnë për në surprizat. Sfida gjysmë finale. Ndikojnë për në surprizat moja. Fiton 3-0, hub 4-3, 4-0, por nuk je 2-1, 1-2, etj. Për 4-0 shkon 4-3. Dhe fitosh së roll, por nuk po di një me gjithë balancin. Nuk është ideja që unë thash edhe herë, Dinamoja, Egnatia Dinamoja, janë ekipet më të mira sot për sot superiores, pavarësisht se Vili tha parë, tha që e kena edhe na Brumin, ose po them se kena Brumin, por ideja që për mua janë ekipe shumë mira, nuk është na duhet herë me bashkë. Besoni Ruçi se Vllaznia shkon në finale? Shive, mos me besu se shkon në finale është gabim. Sepse nuk ka ndonjë çon thosh edhe herë, më shumë 5 më pak ekipet që janë për kategori, edhe Laçi që ta morri frymën, se nuk lutet po lojtar, me lojtar e një mall që s'po lutet me Laçi. Nuk bën diferencë, Laçi sot është në kategori 2, pas në kategori parë. Por nuk ka se ka në diferencë madhe futbolli shqiptar. Unë them diçka, nëse na lozim fort, nëse na lozim për top parë, nëse na lozim me fitu ndeshjen, na kena për të arritur finale. Na duhet me lut me fitu ndeshjen, jo me barazu ndeshjen. Kjo është edhe mesazhi kryesor që në opinion diskutohet. Vili, shkon Vllaznia në finale dhe patjetër. Për të shkuar me tej, kthehet në Shkodër me trofe. Shpresojmë shumë që do me 12 maj është finalja. Janë shumë jemi të gjithë optimistë se do të shkojmë finale. Tifozët shkodran të këtij qyteti dhe në mbar Shqipërinë, sidomos në kryeqytet që jetojnë, por edhe me 10 qindra nga diasporat që kanë për biletën e fluturimit për të qenë me 12 maj, kryesisht me 12 maj, pritin të gjithë presin Vllaznin në finale. Dhe mendoj që do të udhtoj kupa drejt Tiranës në 12 maj në Shkodër. Kemi shumë vite që presim trofeun. Bukur.
Vllazani, për ta mbyllur me Vllaznin, me ju, e njëjta pyetje. 2 ndeshje janë. E para është shumë e rëndësishme për të shkuar në finale, por e dyta është kryendeshje. Çdo moment që shkelet në fush për të fituar. Pra, edhe jam dakord me po hynin në fush ekipi nuk mendon barazimin, po mendon fitoren, kështu që jam optimist për Vllaznin. Aty ndeshja e parë, Vllaznia Dinamo gjysmëfinale është në 4 maj, Po. Gjysmëfinale tjetër, Egnate Partizani është me 5. Për një me 4. Në orën 20 në stadiumin Arena Kombëtare të kryeqytetit. E njëjta formullë siç ishte edhe vjet, normalisht, por thashë fatmirësisht na lozim për me rujt mos me na mujt. Nuk ka rëndësi mos fitojmë, po mos me na mujt ideja. Pra i barazim dhe i fitore është e jona. Dhe kjo është favori që kena në momentarisht. Një atë favori ka dhe Ignatja. U thashë herë, kena një ndeshje shumë të fortë, shumë të vështirë, por jo të pamujtur për ta përballuar dhe për ta arritur. Dinamo që na ka mujt 3-0, e kena mujt 3-0, një Dinamo që na ka mujt 4-3, pra nuk është e pamujtur. Thash, por është në ekipet më të mira superiore. Mirë, me këtë optimizëm të treshës në studio, të Llazanit, Uruçit dhe Haxhis, e mbyllim pjesën e Vllaznisë me shpresën që do të kemi ndeshje dijitore të skuadrës Kuçi Blu për të shkuar në finale fillimisht me Dinamon, për ta eliminuar Dinamon dhe më pas për të marrë trofeun dhe për ta sjellë në Shkodër. Kalojmë tek lojrat me dorë dhe tek basketbolli meshkuj, ku siç thamë në hapjet e emisionit kemi parë një Vllazni fillimisht duhet ta pranojmë me oscilacione, ishin disa javë që edhe ju vetë, profesor Llazani, ishit në tension të sipër, por shumë shpejt skuadra u karikua dhe morët frenat e duara të skuadrës dhe Vllaznia bëri një performancë jashtëmase pozitive. Dhe ndonë që nuk shkuat në finale, vlerësimet kanë qenë pozitive nga opinioni sportiv. Duke e përmbledhur gjithë pjesën që ju drejtuan në Shkodër, i kënaqur me atë që u arrit nga Vllaznia? Për sa i përket paraqitjes tonë në kampionat, nuk jam plotësisht i kënaqur sepse mendoj që kena pas mundësi me një ndeshje të ishim jo në vend 4, po në vend 3. Dhe dalja në vend 3 në gjysmëfinale do na nxirrte me Teutën dhe jo me Beslidhjen. Dhe tash do ishim duke fol për finalen, jo për gjysmëfinalen. Pra, ekzistonte kjo mundësi që ju të shkonin në finalen me Beslidhjen? Po, kena hub 4 ndeshje me diferencë 1-2 pikë. Madje edhe me shtesë. Kena çu 4 ndeshje në overtime, domethënë 2 nga cilat i kena hub. Pra, diferenca vendi 4 me vendin e 3 dhe me vendin e 2 ka qenë shumë e vogël. Pra, një ndeshje na katapultote direkt në gjysmëfinale me Teutën edhe pastaj pse jo në finale me Beslidhjen. Megjithatë, mendoj që skuadra kanë gjatë gjithë kohës në rritje, edhe në momentet e fundit, pavarësisht se kishim 2 dëmtime, 3 dëmtime të rëndësishme për ne, sepse kaq lojtarë kishte skuadra. Mendoj që kena bë paraqitje dinjitoze kundër Beslidhjes, e cila të vetmen hupje që ka psu me ne. Dhe kjo nuk është pa domethënie. Mendoj që i kena dhënë tonus pozitiv kampionatit. Dëmtime fizike në momentet më decisive të skuadrës, por kemi parë të reagime që dëmtime edhe në farë nga gjykimet. Keni shprehur ju dhe kolegët tuaj, keni pasur rezerva, mendoni se edhe ato kanë pjesën e tyre për mos vazhdimsinë më lartë në renditje? Kampionati ka qenë shumë kompetitiv, pra nga vendi i 6 deri te vendi i parë kanë qenë gjitha skuadra që mund të pritëshe fitore nga gjithë secila. Mendoj që ka pas disa tendenca favorizuese ndaj ekipit të
të Tiranës. Në opinionin tem, mund të jem edhe i gabum, po në opinionin tem ka pas tendenca shumë favorizuese në këtij ekip, që kanë dëmtu në tërësi kampionatin, jo vetëm vllaznin si vllazni, po në tërësi bukurinë e kampionatit, sepse nga këto vendime që janë marrë gjatë ecurisë së kampionatit, tani kena një finale ku po niqet nga 40 veta. Pra është bosh, është si me kanë një neshje me pallat bosh, që nuk ka si lloj interesit, që pa shkel në fushë domethënë e din që ekipi A do fitojë në ekipit B me diferencë shumë të madhe. Kur kishim finalen Beslidhja Vllaznia. Në gjysmëfinale, edhe te neshja e fundit që kishim vetëm 6 lojtarë në dispozicion, kena kryesu pjesën e parë me shifra me 10 pikë, mos u gabofsha, nëse e më mend. Sakt, e kena mbyll pjesën e parë me 10 pikë diferencë, kena hyrë në pjesë tretë e kena qenë me shifrat ngushta deri në fund periudhës 4. Në periudhë 4, gjithë lojtarët e formacionit na nxorën jashtë me 5 personale. Adi, Beslidhja është superfuqi dhe përmes kësaj studio e përshëndesim skuadrën lezhjane për sukseset e saj, patjetër, edhe urojmë që të shpallet kampion e Shqipërisë, është një formalitet, tashmë është finale me Teutën dhe dy ndeshjet e para janë mi 50, mi 60 pikë diferencë, theksoi edhe Vllazani, 30-20 vetë në Pallat Sportit. Imagjino sikur të ishte Vllaznia Beslidhjes çfarë performante do të kishte kjo fazë finale. Por vetë fakti asaj diference kaq të thellë të Beslidhjes ndaj ekipit finalist të Teuta tregon se kush ka qenë Vllaznia. Me të cilin Beslidhja e drejtuar nga Afrem Bilali, i cili është shprehur edhe vetë pas ndeshjeve me Vllaznin, e ka vlerësuar maksimalisht një kohë shumë e fortë. E kësaj Vllaznie modeste, duhet ta themi, përballë një Beslidhje superfuqi në të gjitha aspektet. Për shkak se thema përpara, një pikë është një fitore, është një pikë, jo më. Po një pikë më shumë do të ishte tjetër finale, nuk do të kishte këtë finalen në mes Beslidhjes dhe Teutës, një finale e kryme. Aty ku duhet të theksojmë në tanë bashkë për t'i pas shefin vetë dhe për kënë lokalist, për edhe ku të theksojmë tanë bashkë, ata si do të lute Beslidhja me Teutë, si do të lute Beslidhja me çdo lloj ekipi tjetër 40 vetë do të ishin, si nuk ka më, por sikur të lute Vllaznia është pjesë tjetër, sepse lidhet ambientin sportdor. Jo vetëm në Shkodër, por edhe në kryeqytet Vllaznia, tifozëria ku tifozët Shkodër, nuk kanë tifozët e Lezhës. Protagoniste, 14 vetë go Lezhë, Beslidhja 14 vetë go. Jo, Beslidhja kanë filluar ta ndjekin aty 42. Edhe një aty që kishin shku për 84 konkret. Në Shkodër kishte, Eni ndoshta kishte për pjesëmarrjen. Po pjesëmarrjen finale, jo të Teuta për pjesëmarrjen total. Po shkojnë encima, nuk ka problem. Beslidhja nuk ka sekonda i tradit basketbollit që e paska një me vite, edhe po shkojnë një për. Tash po flasim tash 2 vjet ka Beslidhja basketbollit. Na ndjekën edhe në Lezhë për jo më tani ku dy nuk po garanci për korrekci në fund më na. Për vazhdim ne i përshëndesim dhe po nuk ka marrë edhe për korrekci po flasim më na. Pasfor, Allah ata vetë e din. Ata nduket si ky 6 muaj është shkon marrë vetë shkon ekip basketbollit, në Lezhë. Se shkon ditë takon. Po është Beslidhja si puna e Valbonës në basketboll dikurshme, si puna e Kukshit në futboll, si puna e këtyre që kanë me shkuta në futboll, që kanë me ardhur në origjinë. Po e tonë ekipet, nuk është ai që me delita në ditë. Futet te kjo, por Regnata është këtë ndryshe duket. Pa përshtojmë këta 2 vite se kam marrë vitet që kemi harruar mesme në lidhje. Megjithatë, me gjithë ato që theksuat, ka pasur momente shumë këndshme, shumë pozitive që janë vlerësuar nga publiku, por përpos tjerave dhe fituat edhe elementin e ri në ndeshjet e fundit, sidomos me aktivizimin e Bashdarit, që është një basketbollist hinë tek rekordet e trive, mosha 14 vjeçar apo? Tash i ka bë 15. 14-15 vjeçar, që ju më keni thënë në një intervistë me Robert Kuçën, krahasohet ku ka Kuçu i Partizanit ka debutuar përpara 30 vitesh në atë moshë. Në fakt unë nuk e disha këtë rekord, pra më mrapa pas aktivizimit të djalit e kena marrë, veç si informacion, po
E rëndësishme është që këto element që janë në Shkodër, këto djemë tri që janë bashku skuadrës, të mos e nalojnë punën në si ditë. Sepse ka nevoj skuadra për të rifresku me talente të reja dhe që t'jenë bërthama e skuadrës për vitet në vazhdim. Me sa kam pasur kontakt edhe me kolegun tuaj me të afërt Roni Xheçaj, duket se do të jetë një projekt disi ndryshe sezonin e ardhshëm, do t'i besoni më tepër elementit shqiptar shkodran dhe kryesishtrive dhe mund të ketë një spostim pak a shumë nga atë huajt. Kanë filluar amerikanët të largojnë një pjesë të tyre, ndoshta mund të mbani vetëm një numër minimal ato që e justifikojnë plotësisht dhe pjesa tjetër tjetë. Apo nuk e di, Unë për momentin personalisht nuk e kam konfirmu akoma qëndrimin tem në sezonin e ardhshëm. Pritet besoj këto ditë do ulen edhe do diskutojmë me stafin drejtues të ekipit. Kontratat me lojtarët e huaj kanë përfunduar gjitha. Dhe mendoj që normalisht siç duhet me funksionu në çdo ekip në momentin që vendoset se kush do jetë trajner, besoj që trajneri do jetë ai që fillon të planifikojë se si do e ndërtoj ekipin për sezonin e ardhshëm. Me që jemi në këtë pikë, Eni Llazani është prodhim i Shkodrës në basketbol, por për shumë vite keni jetuar në kryeqytet. Dhe keni drejtuar me sukses edhe skuadrat e tjera, ndërto me së shumë i Kamza basket. Kjo periudhë në Shkodër, si trajner i Vllaznisë, rikthim në Shkodër, si e përjetuat? Me thash që në ditën e parë që kam marrë dhe kam marrë me shumë krenari këtë pozicion edhe me shumë përgjegjësi mi qytetin të Lindjes. Kam pas dëshirë që me dhanë më të mire nga ajo që kam dhe në fund ditës me elan pak më mirë se sa që gjeta. Kjo ka qenë dëshira jeme. Jo çdo gjë ka shkuar ashtu si kam dashur, po jam përpjek. E rëndësishme është ndoshta për publikun dëshira e Eni Llazanit për të vijuar, për të vazhduar punën që keni marrë përsipër ekziston, pavarësisht atyre takimeve që do të keni raporte me presidencën dhe me shoqatin. Çdo gjë është e hapur, besoj do vendoset, nuk do lehet shumë gjatë kjo punë, sepse sa më gjatë që shkon aq më. Deri kur mund vendoset saktësisht? Nuk kam dieni akoma për këtë pjesë, po besoj që së shpejti do kena një. Dhe nëse konfirmohet Eni Llazani sërish në krye të Vllaznisë, ajo që thashun pak më herët, nga burimet brenda stafit tuaj janë? Dëshira jeme është që të merrena me këtë periudhë, pra off-season, që ka marru kampionati dhe po përgatitena për ardhjen e sezonit 3. Dëshira është që të merrena me zinxhirin, pra duke fillu nga moshat e vogla, në vazhdim deri tek të rriturit, sepse janë ato që furnizojnë në fund fare ekipin e parë. Me që jemi tek ekipi zinxhir, kolegu juaj Roni Xheçaj e mori skuadrën ndoshta në punë e sipër, sepse më herët Vllaznia U20 ishte në ndërtimin e Kristian Koçekut, për para arsye organizative Koçeku u tërhoq dhe Roni Xheçaj riorganizoi skuadrën dhe shkoi deri në gjysmën finale. Sukses duhet ta konsiderojmë? Ta them për mu, akademia, suksesi më i madh i akademisë është që të furnizoj ekipin e parë me lojtarë sa më cilësor. Një trofe me moshat, edhe në qoftë se fiton një trofe, po në fund fare ato djem e lajnë gjithë sportin edhe ekipi profesionist ngel pa brum, si të themi. Nuk është trofe i vërtet. Ka disa individ në sa? Po, kena 4 djemë që stërviten me ekipin e parë, që janë pjesë edhe e U20-s. Në të cilët mendoj që në të ardhmen do kena afrime tjera. 2 nga këto djemë që marrin pjesë me U20 janë pjesë edhe e U16-s, që
flet domethënë për dëshirën e mirë që ka edhe trajneri Gjeçaj për U16 drejtohet nga Antonio Shabani? Nga Antonio Shabani, po. Për të pas gjithë përfshirje për nga gjithë moshat. Mirë, profesor, urime, përgëzime për performancën pozitive. Kështu ekziston në opinion, edhe pse nuk shkuan në finale përballë besëtives potente, por Vllaznia bërë një prezantim cilësor. Urime edhe për kolegun tuaj Roni Gjeçaj, por edhe për kolegun tjetër Antonio Shabani U16, sepse ju shikoj se jeni vazhdimisht një... Edhe profesor Roland Kokën që ka U18, pra edhe U16 ka qenë në play-off, edhe U18 ka qenë në play-off, edhe U20 në Final Four, mendoj që ka qenë paraqitje pozitive gjithë zinxhirit. Respekt edhe për profesorin Koka, një veteran i nderuar i basketbollit shkodran. Shpresojmë vitin e ardhshëm të ketë një performancë më pozitive dhe duket se baza ekziston. Me që jemi tek lojrat me dorë, shkurtimisht për volejbollin, Vllaznia U21 e drejtuar nga Endri Jugni dhe Fatjon Çekini është në finalen e titullit kampion në fazën play-off me Partizanin. Ka fituar Partizanin në neshin e parë në Tiranë, Vllaznia të dytën në Shkodër, ndonë se ishte në disavantazh 0-2 e përmbysi duke fituar 3-2 dhe tashmë ditën e premte në orën 15 në Pallatin e Sportit Aslan Rusi të kryeqytetit luhet finalja e tretë dhe Vllaznia si kampione në fuqi kësaj grup moshe U21 është optimiste për të qenë kampione e Shqipërisë. Ne kemi një intervistë që i kemi marrë kapitenit të skuadrës U21, pikërisht Mario Lugaj, një nga talentet e Vllaznisë së ardhshme, një 2 metrosh që më të vërtetë është një sportist model, i cili flet me optimizëm që Vllaznia do ta mbajë titullin kampion. Ta ndjekim. Vllaznia në volejboll për meshkuj kategoria U21 përgatitet për ndeshjen e tretë finale ndaj ekipit të Partizanit me kapitenin e skuadrës Koçiblu, Mario Lugaj, me 2 metroshin e Shkodranit, i cili po luan mjaft mirë jo vetëm me ekipin U21, por edhe me ekipin e parë. Mario, momenti final, barazim me ndeshje, jeni optimist për ta fituar titullin? Po, jam shumë optimist, dhe në të bërë servidje pa u nëllë, edhe jena të mënu me bëmë atë mirën. Shkoj në barazim 1-1, mund shkonte me një rezultat tjetër me pozitiv për Vllaznin? Në fakt, jo, kam nejtë ju thonë të nkojnë që unë e nivellit fort se nuk kena që me hup, edhe ishte momenti jo në dhe shpërthyme. E përmys me lojen për 2-0, 3-2. Pas barazimit me ndeshje, si është atmosfera në skuadrës? Ka optimizëm me kolegët tuaj? Në fillim është pak si e zymë, të masanej është edhe ma impulsive, se këj kena atë egon që do nga fitu, do nga mjau këthy. Partizani vështirë për të kaluar? Nuk është i vështirë, thjesht me ka një fje më të vëmendshëm ne. Ndoshta me redutu pagu gabimet tona që bëjmë, sepse jena fizikisht më të përgatitun, teknikisht dhe të nga gjonat i kena. Në aspektin moral, ju jeni më të plotë se jeni kampion e fuqi. Po, normal. E kup edhe herë dytë Shkodër. Titullin kampion është i juaj, vitin e kaluar e keni fituar, dhe këtë radhë përsëri Shkodra e pret këtë titull. Ka për të ardhë. Dhe diçka për raportin me stafit teknik, me trajnerit tuaj Jugni dhe Çekini, si vijojnë përgatitit? Jena të bërë servitit përdiqme, janë të nej në nga dishmërin tonë edhe ne rankohen. Duke pas parasysh që Mario Lugaj është edhe pjesë e ekipit parë, cilët janë projektet për vazhdimsinë? Presim, nuk dim gjë akoma. Nuk po jam koment ma nej. Ka ndonjë projekt për të pasur ndonjë lëvizje? Pa koment prapë. Ishte si i knaqur për kontributin që jep në të dyja skuadrat, edhe U21 edhe me ekipin e parë. Jam do i knaqur në këtë sezon, me vanë edhe zonin tjetër, ku do t'jem, si në qofë se jam këtu, në qofë se jam në kënd tjetër. Duke se diçka, ka kjerurin në një rezervë të vogël, ka ndonjë ofertë ndonjë jush apo për arsye studimesh apo diçka tjetër? E lajme kaq. Mirë Lugaj, sukses, e urojmë që titulli kampion të jetë për ju për U21. Faleminderit. Dhe tashmë është rradha për handballin. Vili Haxhia në studio është pjesë e grupit kryesor të shoqatës handballit Vllaznia. Urime dhe njëherë, Vili, ju përcuan hapjet e misionit për vrebdarinë model që keni organizuar
në Shkodër në ndërim të ish kolegu tuaj Nikolin Karroca, ish kampion si sportist, por i kampion edhe si president. Duhet përgëzuar kjo nisë për juve, sepse jeni në shoqatat ndoshta të paktat që organizohet të tilla memoriale që konsiderohen me shumë vlerë. Është viti 5 rresh që organizojmë turneun. 3 vitet e para kanë marrë pjesë edhe ekipe nga Kosova në handball, Nikolin Karroca në kujtim të ish sportistit dhe ish presidentit të handball vllaznis Nikolin Karroca. Tentojmë të majmë gjallë traditën në sportin e handballit, që është ndërprej nga Federata Shqiptare e Handballit për arsye të veta tash 5 vjet. Vllaznia është 2020 është kampionja fundit në fuqi e handballit. Federata Shqiptare e Handballit organizon gara me ekipet e moshave dhe për të rritur aktualisht e ka ndërprej organizimin. Vini, vazhdimisht i keni ngritur të shqetësim, nuk ka asnjë lëvizje në strukturat drejtuese në kryeqytet. Si ka mundësi se kampionati kombëtar i handballit aktualisht është vetëm vllaznia Shkodrës me një vllazni kampioni në kurbin e saj nuk e vjen aktivitetit. Ndërpritet. Aktualisht është vetëm vllaznia Shkodrës që vazhdon këtë problematik, pasi ekipet e tjera janë ndërprer, janë mbyllur, sigur ekipet e Tiranës, sigur ekipet e Studentit. Ekipi kombëtar prezantohet, e shikoj se prezantohet po prezantohet në mënyrë jo duhur në ka diçka që nuk shkon, por shpresojmë që të normalizohet dhe të rifillojë kampionati. Ka qenë Elbasani, ka qenë Vllaznia, Partizani, Studenti, kanë qenë ekipet që i kanë dhënë tonin. Ne vazhdojmë me elementin që na ka me të vazhdojmë, përgatitemi, por janë gara është ndërpreme. Vazhdojmë, Gjulio Dushi vazhdon me disa djemtëri, vazhdon në stërvitjen. Pretendojmë me fillu tani nga maj një garë, është një sistem grumbullimit për moshat e reja, po shohim dita ditë. Këta janë më të rejat për... Me që përmendë Gjulio Dushin, unë Gjulio në pashtë si portjerë, dhe në fakt ishte një performancë e jashtëzakonshme. Luiti me veterantë portjerë. Me veterantë e vllaznisë, por performanca ati ishte në mënyrë maksimale. Ka bërë disa ndërhyrje, disa parada, që mori shumë duart rrugitje. E vërtet. Luiti me ekipin e veteranëve kundër veteranëve të Frezajt, u paraqit shumë mirë. Takimitësor ishte mungesë portierëve tjerë, luiti Gjulio sepse ishin 2 djemë tjerë programuar, por arsye punet mungunen. Ka luitur me herët portierë Gjulio? Ja. Me habishme, shumë që kam parë asherë portierë, por këtë radhë u befasova me nivelin e tim. U befasuam të gjithë. Ashtuja, edhe pajme të tregoj një gjë të tillë. Bashkëpunimi në Kosovën, vllaznia e ruan, dhe nëse ekziston ky sport në Shkodër, është falë bashkëpunimit tuaj Shkodër-Kosovë dhe sidomos Shkodër-Ferizaj. Vazhdon bashkëpunimi mjaft i ngushtë me ekipet e Kosovës. Bile të dielën kemi qenë duke ndjek finalet e Kupës Kosovës në handball. Është një postim që ishit ju, Ridvan Dibra dhe Arjani Preshimi Treshja, mysafire nga Shkodra në finalet në vendet VIP të Pallatit të Sportit në Ferizaj. Ekziston bashkëpunimi me ekipet e Kosovës, ata kanë shumë dëshirë për me vazhdu garat me Shqipnin, por është ngërçit e Federata Shqiptare e Handballit. Nuk i di, e kemi bërë këtë pyetje dhe të tjera. Tentojmë të organizojmë diçka në këtë verë në handballin plazh, që kishte shumë nga Kosova, shumë kërkesë për më organizu një turne në Velipoj, po shohim mundësi tona çfarë do bëjmë ditë vazhdim. Ky turne është interesant në handballin plazh, por e kemi diskutuar edhe herë të tjera, ekziston mundësia që me qenë se në Shqipëri nuk funksionon dhe vllaznia është e gatshme, ka traditën, ka elementin, ti bashkangjitjen i Kosovës në kampionatin kosovar. Aktualisht në sportin handball formula, rregulli e lejon ligji. E lejon pasi gjatë një bisede të zhvilluar vite më përpara me ish sekretarin e Federatës Handballit Kosovës, zotin Izet Gjinov, si që anda nga jeta verën e kalume. Federata e Handballit të Kosovës është federat kujdestare për Federatin Shqiptare të Handballit.
dhe na ka kërku, na pyeti me që ju keni elementin, me që ju keni lojtarët, a dëshironi për me ardhë, duke fillu nga ligat e ulta të Kosovës, nga liga 2 e Kosovës, për me marrë pjesë. Na dëshira ekziston, por janë mundësitë që s'na lejojnë pjesëmarrjen aktuale, por çdo gjë është e hapur. Federata Shqiptare, Ministria e Sportit, Komiteti Olimpik. Diçka e tillë. I myti sponsorizimi, s'kan komi çulek. Jo, mendoj se është pengesë ana financiare që Edhe ana financiare, s'kan komi çulek. S'kan financë, por se kishin marrë pjesë, nuk ishte për mua. Ka pengesa. Primorja financa. Primorja është financa. Me të thënë drejtën, pasi Federata e Kosovës, Federata e Handbollit e Kosovës është federatë kujdestare për Federatën e Handbollit të Shqipërisë. Shpresojmë që edhe ligji i sporteve të miratohet me shpejtësi, por edhe me një bashkëpunim të mundshëm me zyrën e sportit me Bashkinë Shkodër, diku drejton një emër i madh i futbollit si Arun Miloti, të merrni edhe ato mbështetjen e dur, nëse bashkia e merr përsipër. Është edhe një tjetër mungesë kryesore për handbollin është fusha që duhet të qenë me parametra 40 metra. Pasi mungon Shkodër është fusha me 28 metra gjatësi. Nuk mund të luhet në pallat sportit? Me rregulla ja. Me rregulla të Kosovës. Pas pengesa. Pengesa më e vogla. Edhe për standardet e basketbollit edhe për basketbollin është jashtë. Nuk mund të lejohet që të zhvillohen ndeshje ndërkombëtare. Pra, kampionati kombëtar por jo ndërkombëtar. Duhet jetë me gjatë apo me gjërë? Nga vija fundore duhet jetë 2.5 me 2.80, mos u gabofsha, me fundin e fushës. Edhe është më pak, edhe kjo nuk e lejon që të zhvillohen ndeshje ndërkombëtare. A kemi shprehur prej shumë vitesh adi kërkesën tonë edhe në takimet që gazetarët sportiv, po dhe jo vetëm sportiv, sa herë kanë pasur takime për sportin me kandidatë të ndryshëm, me drejtues të lartë të partive politike të qeverisë, sa herë edhe unë personalisht e kam ngritur këtë problem dhe kam kërkuar me insistim që Shkodrës i duhet një pallat sporti. Për masa olimpike. Është krye Shkodër ka tana sportet dhe s'ka pallat. Unë i uroj Shkodrës që këto palestrat e reja që janë marrë për të rregullu, të mos dështojnë puna tek hapësira. Pra, nëse fusha bëhet e madhe, le të mos shtrohet me parket, po mjafton të jetë hapësira brenda se mund të shtrohet edhe nesër pas nesër me parket. Le të shtrohet me parket, po mos bëhet në shkollë, se nuk i duhen shkollë. Inshallah nuk kursehen atë hapësira. Është një problem jo i vogël, madje më thënë problem shumë i madh, infrastruktura sportive. Shkodra është edhe tashmë Shkodra është në vitin 4 vjeçorin tjetër votinë. Duhet më mërzit. Ka shumë probleme. Duke njësur nga futbolli me ekipe zinxhir, por sidomos lojërat me dorë janë në një situatë shumë problematike dhe shumë afër na çelën më ndaj. Nga i pallat sporti ndërtuar me shumë emergjencë pas prishjes të ish pallatit me pashëm që u rimor nga Kisha Katolike, lojërat me dorë kanë mbetur me këtë pallat sporti që mund ta quajmë palestër. Ka palestër sportive së pallat sportit. Shpresojmë që qeveria shqiptare me strukturat përkatëse të marrë vendimin e duhur që Shkodra të pajiset dhe Shkodrës të ndërtohet një pallat sporti është shumë i nevojshëm. Masa olimpike. Nëse ndërtohet, të ndërtohet, sepse janë ndërtu palestra në Tiranë, po janë ndërtu gjithaj jashtë parametrave. Atë më mirë me 4 sa kena njohuri. Gjitha palestra në Tiranë. Unë që kam punu vite në Tiranë, në Tiranë ka qenë vetëm një palestër me përmasa olimpike, Qazim Turdill, dhe atë e rindërtuan sepse ishte nevojë për mu. Ishte nevojë për mu rregullu, edhe tash s'ka më asnjë. Ishte me theksu por të handbolli. Besim me shpresë të përmirësohet kjo situatë. Tonë kjo aktivitet a sponsorizuar një çu, sponsorizuar tana për komplet për ekipit.
Dhe prej familjes Karroca Në bashkësia duhet përgëzuar, këtë do të themi se familja Karroca, familja Karroca motrat e ish-presidentit dhe të afërmit vazhdimisht bashkëpunojnë dhe japin kontributin e tyre. Po është pozitive një bashkëpunim i mirë fillt, se nëse nuk do të ishte familja edhe do të binte edhe interesi, por familja tregohet e gatshme. Familja duhet me kenë ajo që duhet më ardhë me ftu mirë, jo më ardhë me kenë sponsorizuar. Se është kulbi me bën gjithçka familje. Në këto kushte duhen përgëzuar, ato janë vazhdimisht në tribunën e VIP kur zhvillohet aktiviteti dhe janë krenarë ndjehen mirë që përkujtohet nga kolegët e tij, pikërisht ish-presidenti Nikolin Karroca. Ne për këtë aktivitet ne kemi marrë disa intervista në fund të aktivitetit, do t'i shfaqim pas mbylljes së emisionit, por përpara handbollit do t'jenë edhe 2 intervista që flasin për ndarjen nga jeta, e thamë edhe më herët. Naila Lushi është një nga biljardistët më veteranë të Shkodrës, është pioneri i sportit të karambolit. Në vitin 1991 ka formuar shoqatën e parë të handbollit me emrin Alfred Ashiku, një emër shumë i spikatur përpara shumë vitesh, Ashiku që u përkujtua dhe u formua pikërisht nga Naila Lushi dhe ka qenë shoqata e parë sportive e bilardos në Shqipëri. Që për ati vite deri më sot, bilardo shkodrane ka vazhduar të ketë shumë ndeshje, shumë aktivitet, masivitet. Natyrisht në krahës kryetarit të shoqatës shumë jetë gjatë Naila Lushi, që u nda nga jeta këto ditë. Arden Vorfa është një pasues e tij, i cili tashmë është kryetari i shoqatës së bilardos Vllaznia, por në cilësinë edhe të zëvendës presidentit të Federatës Shqiptare të Bilardos. Pikërisht Arden Vorfa dhe Xhevat Sokoli, një nga bilardistët kampion të Vllaznisë të vite, kanë folur për figurën e nderuar të Naila Lushit. Do të ndjekim fillimisht pra pikërisht intervistat e Arden Vorfës dhe Xhevat Sokolit për ndarjen nga jeta të Naila Lushit dhe më pas edhe intervistat për handbollin. Këtu përfitoj nga rasti të përshëndes në studio të ftuarit që ishin në panel. Eni Llazani, faleminderit. Sa herë ne kërkojmë, kemi telefonata ndaj jush për të qenë në studio për të folur për basketbollin. Jeni i gatshëm të bëni mirë sepse pasqyroni edhe publiku kërkon të di për vazhdimsinë e këtij sporti. Faleminderit Uruçi. Faleminderit Vili Haxhis. Së bashku me kolegun tim të pultit të transmetimit Floran Gردani dhe përgjegjësin e transmetimit Nino Jakova. Nga unë Gaspar Marko përshëndetja e fundit në studio për momentin, sepse ju lënë në shoqërinë e kronikave për sportin e bilardos dhe të handbollit. Mirupafshim. Është ndarë nga jeta një nga bilardistët më të njohur të Shkodrës dhe Shqipërisë, Naila Lushi, në moshën 86 vjeçare. Jam me kryetarin e shoqatës së bilardos së Shkodrës, Arden Vorfa, dhe një herë zgjedhë zëvendës presidenti i Federatës Shqiptare të Bilardos në shkallë kombëtare. Një humbje për bilardon shkodranë dhe të shqiptare, Arden. Ka qenë një drejtues i shoqatës të parë të krijuar në Shkodër. Është vërtet shoqata jonë e bilardos Vllaznia para pak ditësh humbi një legjend të sportit të bilardos, një ndër krijuesit e parë të shoqatës bilardo Vllaznia në gjithë Shqipërinë. Ishte një sportist tepër i talentuar, tepër disa herë kampion. Shoqata jonë kemi zhvilluar shumë aktivitete, shumë kampionate, shumë evente të bukura. Naili ishte gjithmonë e spikat që ishte talenti i sportit karambolit. Ka qenë kryetari i parë i shoqatës Alfred Ashiku në vitin 91 dhe në 91 krijuesi i parë i shoqatës bilardos në rang kombëtar. Naila Lushi. Dhe për shumë vite bashkëpunuat së bashku dhe keni marrë çfarë keni marrë nga përvoja e tij? Unë kam pas fatin me njoftë qysh në vitin 96, pa plot gati 30 vjet. Edhe kena marrë pjesë në shumë evenimente të fillu që nga Malësia Madhe deri në Sarandë. Kam disa kujtime shumë bukura nga ana e Nailit, nga ana e lojës bukur që e ka bërë,
Nga anash, me këtë as duti edhe familjes humi një familja ti humi një shumë mirë. Edhe du kam kush në ngushlimet për zemër dhe. Jemi pikërisht tek salla e bilardos Vllaznia, një sallë e cila mbledh vazhdimisht amatorët e sportit të bilardos. Në këtë sallë ka qenë i pranishëm prej shumë vitësh Nejla Lushi, një nga figurat më të spikatora të bilardos shkodrane dhe asaj shqiptare që u nda nga jeta këto ditë me Xhevat Sokoli, një nga kolegët e tij më të afërt. Xhevat, humje madhe për bilardën, humje madhe për ju, që i keni pasur koleg, mik, shok, bashkëpunëtor. Unë me Nailin njithen që është vitin 58, 59, 60. Kena lujtë në klub Gjytis. Naili ka kanë një nga korrumburisat më të mirë qytetit Shkodrës. Veteran, Naili natë njëshin ka kërju shoqate në Arfeta Shiku. Me i biljardat që ka pas një magazin atje, edhe kena vazhdu vazhdimisht kampionatet edhe lokale edhe kombëtare. Naili ka kanë një figurë burri mirë, burri ndershëm, lojtar i mirë, lojtar i tek. Për një 10 vjet kena kanë unë Naili e Malio për një 10 vjet. Më dhe në kanë dalë lojtar 3, më të mirë. Të shina ka majtë, në fakt, Naili e ka u bën federat kja, dhe mori Ardiani. Ardiani ka në kontribu shumë për biljardën. Edhe në ka shumë në Tiranë, kena shkuar në kënë gjithë me shpenzimet e Ardianit, bashkia s'na ka një mu. Edhe ju shokë kës na keni mu boll, falënderoj edhe ty, se na i gati, gjithmonë në për kampionate në kupa. I sholla ke jetin i gjatë edhe ti, se na keni mu boll. Si ishte Nejla Lushi në fushën e lojës, në diçka teknike, sepse ju keni pasur rastin të ballafaqoni shpeshherë në turne. Naili, në lojën e tij që ka pas, korrumburat i ka bën me thithën, më tepër, edhe sa distohet që i ka bën Naili ofër, nuk i ka bën kërkush për nesh. Po mëse nuk ka ditë, mëse, shumë, miro, mos i avërmullat. Po, ka kanë lojtari mirë fort, njëri i mirë, kena shku në Tiranë, unë kam fjetë vazhdimisht me Nailin, unë i kam dashur edhe djelmë ti Nailit, i kam pas 3, kam kanë aty, janë kanë djelmë mirë edhe kanë lujt biljardë. Për Nailin kam respekt, ja prit zoti mora t'je kujsholla në xhenet shkën, lojtari i mirë ka kanë, ne na ka mon qafë. Xhevat Sokoli së bashku me Nejla Lushin dhe Malo Ademin konsiderohen treshja e artë e bilardës shkodrane. Keni qenë 3 bilardistat të spikator dhe në shkallë kombëtare. Është me Nejla Lushi ju la dhe ka lënë pas një kujtime dhe një karrierë shumë të bashkë. Mu më ka lënë kujtime shumë. Unë kam kanë Zeus, kam kanë me Nailin Tirana me këtej. Për mu ka kanë njëri mirë, e kam pas respekt shumë me te. Kena kanë shokë shumë mirë. Edhe me Malën, lojtari mirë ka kanë edhe Malja, një treshë thash për 10 vjetë kena kanë. Më dhe i kanë dalë lojtar 3, Vesper Grudar, Skender Halili, Dyni Pëtimi, kanë dalë lojtar 3, tash na jena plak tash margac. Ti na njeh më dha moshat këto, ti na njeh njoh. Po kemi vite që ti na njeh vazhdimisht. Kemi vite që kemi bashkëpunuar, kam përcjell sa kronika, aktivitete, sukseset tuaja. Sa kena po. Xhevat, ngushtime për humjen e kolegut tuaj të afërt, Nejla Lushi dhe. Gaz, ti je në rumor gaz. E ke bën respekt edhe Nailit, na ke thirrë sa herë në studio, ti na fol për shumë për problemet e shoqatës. Prandaj për ne je në rum. Respekt, shpresojmë ta përkujtojmë Nejla Lushin me aktivitete me ndonjë turne, ndonjë kupë të veçantë. Që do të organizohet në Shkodër. Po, boj i kup, a i di që shkaj, mund t'ja bom të shmëra pa dhe i kup në Ilit. Respekte, falenderit. Falenderit për ty, gaz, falenderit. Ali Matia, një nga veteranët e minjohër të handbollit shkodran, sot në një aktivitet të përkutimor, kushtuar Nikolin Karrocës, një ish koleg në vite, në fushën e lojës, por dhe jashtë lojës. Profesor, vazhdoni ta kujtoni Nikolin Karrocën me të tilla premtari se jo vetëm nga Shkodra pjesëmarrë, por edhe nga Kosova. Përshëndetje, faleminderit. Sot me vërtet është një ditë përkujtimore në rastin e vdekjes së një
sportistit të dalluar të ekipit vllaznisë dhe kombëtar, i cili e meriton këtë përkushtim. Falë edhe për kujdesin që ka tregu familja për të afruar ekipet e Kosovës në ndeshjet e përbashkëta. Ju keni kujtime, pa tjetër, disa shkurt. Nikolin Karroca e kishe sportist në ekipet e viteve 80, 85, 90. Ai ishte një njeri shumë i përkushtuar me vullnet e hekurt, sa që më kujtohet shumë herë në pallatin e sportit, stërvitjet që krynim, Nikolini rrinte edhe mas stërvitjes për me realizu objektivat që kishte unë trajneri. Dhe kjo aktivitet është patyshim një respekt konsiderat homazh për një homazh figurën për e tij. njeri, pa ishte edhe një njeri humanitar që i kushtoi edhe mas ardhjes nga emigrimi, i kushtoi një vëmendje sportit handbollit të vllaznisë, duke dhënë kontribute të dyra financiare. Faleminderit për sot. Faleminderit. Prit Van Dibra, një nga veteranët e kampion të vllaznisë dhe handbollit, sot duke përkujtuar ish kolegun e tij pikërisht Nikolin Karroca, ish handbollist dhe ish president i këtij klubi. Një respekt që ju vazhdoni t'ja bëni çdo vit kolegët e skuadrës Zotit Karroca. Është mos e vërtet për një figurë tillë si Nikolin Karroca, kjo është gjoja më e vogël që na munda me bë. Por një merit veçantë kanë familjarët e Nikos, mënyrë të veçantë motrat, të cilët kanë qenë promotor dhe suport për mbështetjen e këtij aktiviteti. Një përshëndetje veçantë shkon për miqtë tonë nga Ferizaj, të cilët kemi qenë bashkëlitar, bashkëmoshatar dhe gjithmonë sa herë që ne i kemi ftu ato na janë gjindë duke ndëru jo vetëm figurën e Nikos, por duke ndëru edhe sportin e handbollit edhe ekipin e Shkodrës. Kjo aktivitet është shkruar edhe në 2 ndeshje, por ajo që pati më tepër interes ishte ballafaqimi i veteranëve Ferizaj Vllaznia, ku ju dolet fitues me rezultatin 14-12 më sapo. Në vend të tilla rezultati kalon plan 2, për ne e rëndësishme është që kena vite që kena kriju një marrëdhënie të tillë, jo vetëm binjakëzimit, por edhe miqësiet me ekipin e Ferizajve dhe shpeshherë aktivitete të tilla ne e shfrytëzojmë edhe për bashkëpunim, për lidhje miqësiet, në mënyrë që aktivitetet të tilla të vinë lirshëm, jo thjesht si detyrim për pjesëmarrje në aktivitet. Klubi i handbollit Vllaznia në tërësi ishte organizatori i këtij aktiviteti, por ju personalisht bashkë me kolegun tuaj Vili Haxhia kishit peshën kryesore të organizimit. Ju vjen mirë që u mbyll me sukses? Jo. Gjithë shokët, kush ma shumë, kush ma pak kanë pas kontributin. Unë si bashkëmoshatar dhe bashkëlitar i Nikos kishe dhe detyrimin 2 herë ma shumë se tjerët për me gjinë ekipit për marrëvajtjen e këtij torneut. Nuk ka se kam bërë ndonjë gjë ma shumë përveç se detyrën që kam pas në Nikolin Karroca. Për të përkujtuar figurën e nderuar të handbollit shkodran Nikolin Karroca, nga Kosova ka ardhur një delegacion i zgjeruar i veteranëve të handbollit me kryetrajnerin Ismet Juba. Ismet, për sa vite më radh jeni prezent duke nderuar të figurën? Shumë vite prej mas luftës jem këtu, ky bashkëpunimi ynë që u nis, njerë me ekipet e handbollit, me ekipin e boksit, futbollit e tjera. Na tash këto vitet e fundit jem të ardhur për me nderu figurën e të ndjerit Karroca, pos dritë, na çdo herë kur jem ftuar do të vim këtu, po edhe pa ftu këtë miqësi që e kemi me Shkodrën në përgjithësi, po edhe me ekipin e Shkodrës dhe me gjithë kemi me vazhdu kështu brez mas brezi. Vonë kur jetonte dhe ishte aktiv në handboll, ju keni pasur bashkëpunime me të ndjerin Nikolin Karroca? Po kemi pas bashkëpunime. Si sportist dhe pas si president? Edhe si president, edhe si sportist. Ai është një figurë që na ka me gjithë në kujtesë se kohët e fundit ai edhe ka ndihmu ekipin e ju kështu se për me ekzistu kështu, e ka ndihmu si biznesmen, po edhe kontributit tina si lojtar dhe si kryetar i klubit ka dhënë kontributin e tina, ndjes post.
Ndërkohë, ballafaqimi I veteranëve Shkodër Ferizaj ishte interesante. Fitoi me 2 gola diferencë Shkodra. Aty jem, tash këta s'ka pas tërviti janë kërkesa ime ka qenë dhe lojtarëve edhe me profesorin biseduam pak më parë që mos mu lëndu në njeni se pa pregaditje vinë dhe profesorin keni ndeshje mjaft simpatike për mu ke. Do të vjojnë bashkëpunimet Shkodër Ferizaj, Shqipëri, Kosovë në sportin e handbollit? Patjetër, jo vetëm në handboll, por ne kemi bën përpjekje edhe me bën edhe në handboll me bën një ligë përbashkët do zoti Sam Afrikë. Si që e ka bën basketbolli, si që e ka bën volejbolli dhe na kemi bën përpjekje maksimale për me bën një ligë përbashkët. Artan Duro si gjithmonë aktiv në fushën e lojës së handbollit edhe sot ishte mjaft impulsiv duke shënuar dhe gola përballë ekipit të veteranëve të Ferizajt. Në një aktivitet që ju kushtua kolegu dhe miku tuaj që sot nuk jeton Nikolin Karroca. Sot mbushen 5 vjet që shoku ynë Nikolin Karroca na mohon, çdo përfitor ka emocione vet. Mundona për çdo vjet që ta kujtojmë shokun tonë sepse ai gallon shumë, jo vetëm në handboll, por edhe në fushën e biznesit për qytetin tonë. Emocione pa fund në këtë përkujtimore. Çfarë veçante kishte Nikolin Karroca? Veçanta me Nikon unë kam luajtur shumë vite, kena qenë edhe antar të ekipit kombëtar. Më mend karakterin e tij, një djalë I fuqishëm, një djalë I respektuar, I mrekullueshëm dhe I ndihmonte ekipin në çdo marrëdhënie. Të kthehemi tek fusha e lojës, ishte shumë cilësor. Sa gola shënua sot? Po, rëndësi ka loja e Vllaznisë. Sot ishte, u bën vite që ne jam shpujt në handbolli dhe për çdo përfitor të Nikos na takon që ta respektojmë duke marrë pjesë në fushën e lojës dhe si gjithmonë kur ekipeve të Ferizajt, të ekipeve të Maqedonisë, të cilët I falenderojmë për pjesëmarrjen e këtë përkujtimore. Pjesë e ekipit të veteranëve të Vllaznisë Pjesë e ekipit të veteranëve të handbollit Vllaznia në takimin e sotëm përkujtimor në nderim të Nikolin Karrocës, I cili nga jeta përfitet më herët ishte edhe Arben Rjolli, një emër shumë I njohur I handbollit shkodran, I cili edhe pse jeton prej vitesh në Itali, në çdo aktivitet është pjesë e grupit të Vllaznisë. Edhe sot ishte veçantë pjesëmarrja juaj Beni. Faleminderit Gasmarko, si gjithmonë edhe ti mas nesh, edhe ne me përvjetorin e 4 që ka përvjetori 4 për kujtimin e shokut ton, mikut ton, Nikolin Karroca. Ishte një kënaqësi me ftesën e familjes për me marrë pjesë në këtë aktivitet. Ndërmjet e tilla I shërbejnë jo vetëm afrimitetit, bashkëpunimit në mes sidomos për ne që jemi shkputur prej viteve si veteran, për ne është një kënaqësi shumë mu taku me shok, mu taku me miq ton. Kënaqësi do të ishte akoma më shumë sikur të kishim edhe miq të tjerë që s'mundën marrë veteran të tjerë, por gjithsesi tash jemi edhe shpërndar të gjithë jashtë Shqipërisë, por një kënaqësi e jashtëzakonshme për këtë përvjetor për mikun ton Nikolin Karroca, që do të jetë I parë për ne. Keni pasur rastin të luani? Me Nikon kam pasur shumë raste, kam pasur rastin në Vllaznisë, kam pasur raste që kemi luajtur me kombëtarë bashkë, kemi kanë luajtur bashkë me kombëtar. Në Itali kemi pas lidhje bashkë, edhe kur fillon Qinika ishte president, kemi pas bashkëpunim vazhdueshëm me të, edhe me veteranët në atë periudhë. Prandaj kam pas një raport shumë të afërt me Nikon. Prandaj për mua është pjesëmarrja në këto përkujtimore për Nikon është një kënaqësi shumë e veçantë. Beni për të mbyllur, diçka për fushën e lojës, ju bëri përshtypje edhe shumë pjesëmarrëse në shkallët e Pallatit Sport të Qaçi Dervishi, loja juaj shumë teknike, por edhe golet u shënuar. Është kënaqësi Gasmarko kur zbret në kamp, të thënë të drejtën, ka herë nuk ka rëndësi mosha sepse fusha dhe topi të bën për vete, harron çdo gjë dhe hinë në brëndësitë të neshjes. Kuptohet reflekset e viteve të më shupin. Por ishte një kënaqësi dhe unë ndjeva shumë mirë në këtë aktivitet, shpresojmë në aktivitetet e ardhshme të jemi përsëri prezent. Shumë faleminderit për ju. Arben Rjolli, faleminderit. Faleminderit shumë për ju, Gasmarko, si gjithmonë pranë nesh.